4.509.000 euro i shpenzoi lëvizja vetëvendosje vetë gjatë vitit 2025. Partia që dikur thoshte se mban shpirtin me donacione të vogla nga populli. Jemi në një garë të pabarabartë, pasi partitë në pushtet financohen në mënyra jo transparente. Për ta përmbysur këtë situatë, nevojitet ndihma e të gjithëve, nevojitet kontributi juaj i drejt për shpenzime të domosdoshme të zgjedhjeve. Sipas raportit financiar të publikuar së fundmi, veç në fushata zgjedhore, partia në pushtet harxhoi hiç më pak se 2.731.000 euro, më shumë se secila parti tjetër e gati më shumë se të gjitha të tjerat bashkë. Dikur me gjuhë të ashpër ndaj kapitalit e oligarkëve, vetëvendosja është ndrruar në partinë që noton në luks, derisa standardi qytetarëve bie me inflacionin që gërryen mirëqenjen. Fisnik e dorëlir, milionerët e vetëvendosis u treguan edhe me mediat, ndryshe nga sa gënjente kryeministri para kamere. €95.000 ju dhan grupit Koha, themeluesin e të cilit, bashkë me vajzën e tij, Kurti i ka këshilltar. Plot €13.000 u ndan për një medium fantom me emër formal Kosova News, i cili dyshohet se mirëmbahet për qëllime propagandistike nga tarzëdhënësi i qeverisë Arlind Mandxuka. Mijëra euro të tjera i shkuan edhe radio-televizionit të Kosovës. Në anën tjetër, shumë arrament se vetëvendosja shpenzoi për sponsorizime në Facebook, plot €28.000. Pa pagesë nuk mbeti as organizata që Kurti kërkonte hetim për të. I ftoi organet e drejtësisë dhe të sigurisë që të merren me këtë çështje. Kompania UB Consulting për shërbimet që ja dha vetëvendosjes u pagua €25.000 vitin që shkoi. Një tubim tjetër i të parit të qeverisë dhe vartësve të tij me rini në klubin e natës Gate, kësaj partie i kushtoi €15.000 të tjera. Si përfundim, vetëvendosja shpenzoi 2 fish më shumë se sa fitoi, apo €2.323.000 më tepër se që pati të hyra. Elideri që dikur i numëronte centet e të tjerëve, sot si bën hesab milionat.